Në një ambient ku çdo tension shumë fishohet dhe çdo konflikt merr për masa më të mëdha se sa jashtë, një përplasje e fortë shpërthen mes Aurorës dhe Labinotit. Nuk është një debat i zakonshëm, as një keqkuptim i vogël. Është një konflikt që prek kufijtë e humanizmit, empatisë dhe përgjegjësisë ndaj tjetrit. Aurora ndodhet në një gjendje të vështirë. Ajo ka nevojë për ilaçin e syrit, një nevojë konkrete, fizike, që nuk mund të shtyhet apo të relativizohet. Dhimbja dhe shqetësimi nuk janë pjesë e lojës, por realitet i trupit të saj. Në një ambient ku je i varur nga bashkëjetesa me të tjerët, çdo gest ndihme ose mungesë ndihme bëhet vendimtar. Por përballë saj qëndron Labinoti, i cili ka marrë ilaçet dhe i ka fshehur. Ky veprim nuk është thjesht një shaka apo një provokim i lehtë, është një akt që prek drejt për drejt mirëqenien e tjetrit. Kur Aurora e kupton këtë, reagimi i saj është i menjëhershëm dhe i ashpër. Ajo nuk kërkon privilegj, por diçka që i përket shëndetit të saj. Aurora i kërkon ilaçin e syrit me ngulm. Zëri i saj dridhet mes nervozizmit dhe frikës. Ajo nuk po flet vetëm për dhimbje fizike, por edhe për ndjesinë e të qenit e pambrojtur, e injoruar dhe e nënvlerësuar. Në një ambient ku nuk ke kontroll të plot mbi gjërat bazë, çdo pengesë e tillë kthehet në një formë presioni psikologjik. Përgjigjja e Labinotit është ajo që e ndez konfliktin deri në pikën e përplasjes së ashpër. Ai i thot Aurorës të kërkojë ndihmë në spitalin amerikan. Kjo fjali, e thënë pa ndjeshmëri, pa ton shqetësimi dhe pa përgjegjësi, bie si një shuplak morale. Në vend që të pranojë veprimin e tij dhe të ndihmojë, ai zhvendos përgjegjësinë, sikur situata të mos kishte lidhje me të. Kjo përgjigje nuk është thjesht cinike, është simbol i një indiference që plagos më shumë se dhimbja fizike. Aurora nuk po kërkon shërbim spitalor, por po kërkon të drejtën bazë për të pasur qasje në ilaçin e saj. Ti thuash shko në spital, në këtë kontekst është një mënyrë për të shmangur fajin dhe të ushtruar pushtet mbi tjetrin. Përplasja mes tyre bëhet e ashpër. Fjalët rriten në ton, tensioni ndihet në ajër dhe situata del jashtë kontrollit. Aurora e ndjen veten të poshtëruar. Ajo nuk po përballet vetëm me mungesën e ilaçit, por me mungesën e respektit. Në atë moment, konflikti nuk është më për ilaçin e syrit, por për dinjitetin. Labinoti, nga ana tjetër, sillet sikur situata është e egzageruar. Ai nuk e pranon peshën e veprimit të tij dhe nuk e kupton, ose nuk dëshiron ta kuptojë, se shëndeti nuk është pjesë e lojës. Ky qëndrim e thellon edhe më shumë hendekun mes tyre dhe e kthen konfliktin në një çështje morale. Ky episod nxjerr në pa një problem të madh që shpesh shfaqet në ambiente të mbyllura dhe konkurruese, kur loja dhe egoja vendosen mbi humanizmin. Kur dikush mendon se gjithçka mund të përdoret si mjet presioni, edhe shëndeti i tjetrit. Dhe kjo është pika ku loja pushon së qeni lojë. Aurora, në këtë situatë, përfaqëson zërin e arsyes dhe të nevojës reale. Ai